Përshëndetje Arta, po lajmëron drejt për Hagës, që përmendet edhe ju i dëgjuam deklaratat e ish-krerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës që kanë dhënë fjalën e tyre të fundit në këtë proces gjyqësor, në ndërkohë përtej kësaj që publiku e ka pas mundësinë që t'i shohë në transmetim, pasi që transmetimin e bën vetë dhomat e specializuara të Kosovës, ka qenë një atmosferë jashtëzakonisht interesante sot në dhomat e specializuara, ka pas interesim shumë të madh edhe të familjarëve dhe miqve të ish-krerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës që kanë qëndruar sot në galeri, veçanta kësaj radhe ka qenë pra siç ishte e njohur tashmë prezenca e ministrit të punëve të jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca, një kryeministër i parë, ai ka qëndruar gjatë gjithë seancës, pra prej fillimit në hyrje pra në mëngjes derisa ka përfunduar seanca, është parë i emocionuar edhe ai nga fjalimet e fjala përfundimtare e ish-krerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, në ndërkohë ka pas prezencë edhe të Shqipe Selimit, që është gruaja e Recep Selimit, pra dhe familjarëve të tjerë, të cilët kanë qëndruar gjatë gjithë kohës në galerinë e dhomat e specializuara të Kosovës të gjykatorës, pra, dhe kanë përcjell nga afër gjithatë se çfarë ka ndodhur sot në fjalën përfundimtare. Ka qenë, siç e thash, një prezencë e madhe, interesim shumë i madh edhe i qytetarëve, edhe i familjarëve, edhe i zyrtarëve. Pra, në këtë rast përfshi këtu edhe ambasadorin e Kosovës në Hagë, pra Drendolin, që po ashtu e ka përcjell nga afër gjithë seancën. Në ndërkohë ka pasur një deklarim jashtë, pra pasi që ka përfunduar fjala përfundimtare të Luka Mishetiqit, që është avokat i Hashim Thaqit, ai pa dashur pra që të lëshohet në vlerësime të tjera të cilat mund ta potencialisht ta dëmtojnë procesin, ka thënë që nëse vlerësohen provat në bazë të ligjit dhe fakteve, gjithçka do të shkon për sëmbarje dhe pret që Hashim Thaqi dhe të tjerë të lirohen nga ky proces. Ai gjithashtu ka njoftuar se do të bëjnë apelim sërish për asaj përket çështjes së paraburgimit dhe se i pyetur pra drejt për drejt se a ka një mundësi të tillë që tashmë pasi që ka përfunduar edhe fjala përfundimtare, të paktën në këtë periudhë kohore në 3 mujore deri të merret vendimi i ish-krerëve të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës të lirohen nga paraburgimi. Ai ka folur drejt për drejt vetëm për Hashim Thaqin, të cilin e mbron në këtë rast, ka thënë që brenda javës së ardhshme do të paraqesin kërkesë për ta rishqyrtuar çështjen e paraburgimit dhe se mi mbetet prapë gjyqtarit pra në këtë rast që të vendosë rreth një çështje të tillë. Është deklaruar edhe zonja Legandra, që është avokate e Jakub Krasniqit, edhe ajo ka thënë se vetëm se pret që fjala përfundimtare pra është e gjyqtarit dhe se pritjet i ka të mira nga ky proces dhe se ka falendëruar edhe gjithë pjesëmarrësit në këtë proces dhe atyre që ata që i kanë ndihmuar gjatë gjithë procedurës, pra sa zhvilluar tash e 5 vite, ndërkohë që tash e 3 vite pra ka filluar gjykimi në dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë. Në ndërkohë, këto kanë qenë pak a shumë ato prapaskenat të cilat e kanë mbizotruar ditën e sotme gjatë gjithë ditës, gjatë raportimit që e kemi pas, pra ka pas mundësi që të shihen edhe ish-pjesëtarët të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës, ka qenë edhe kryetari i shoqatës veteranëve të luftës, organizatës së veteranëve të luftës, Husni Gucati, që ka përcjell pra nga afër gjithë gjykimin, por edhe zyrtarë të tjerë. Këto janë pak a shumë ata prapaskenat e gjithë kësaj ngjarje, pra ato që nuk kanë mundur të shihen në kamera. Në ndërkohë, nëse ke ndonjë pyetje tjetër, do të jem këtu në linjë. Po, Dibram, vetëm tek çështja e simbolikave, sepse ato çfarë nuk mund të fshihej nga dhomat e specializuara ishte ajo kravata e zotit Krasniqit me shqipojmë, por ka pasur edhe raportime të ndryshme se ka pasur edhe disa simbolika tjera gjeste nga zotri Selimi kur e ka përfunduar fjalimin, të cilat normalisht dhomat e specializuara i ndërprejnë dhe nuk janë parë në transmetim, ose kur kanë hyrë në sallë dhe i kanë përshëndetur publikun, njerëzit që kanë qenë në galeri. Ka qenë interesante, pra dhe këto simbolika ka qenë shqiponja dy krenare të cilën e bëjmë, pra që është simboli shqiptarëve, ka bërë Recep Selimi edhe në hyrjen në fillim të seancës, pra edhe kur e ka përfunduar fjalimin pasi që trupi gjykues pra kishte dalë nga dhoma e gjykimit, pasi që ishte mbyllur seanca, që të katërt ish-krerët të Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës i kanë përshëndetur, pra edhe me duart edhe me simbolika të ndryshme të gjithë të pranishmit të cilët kanë qenë në galerie, që kryesisht pra po them kanë qenë familjarë të tyre, gazetarë dhe përfaqësues të shtetit, siç është rasti i ministrit të punëve të jashtme, ambasadorit Doli dhe zyrtarë të tjerë të cilët kanë qenë kjo simbolik të cilën e ka përdorur pra Recep Selimi, sidomos në momentin kur mbylli, sepse në dhoma nga galeria
është interesante dhe vështirë e përshkrueshme për publikun, mirë po në momentin që mbyllet seanca, automatikisht lëshohet ajo perdja e cila e mbulon pamjen, pra edhe ne që jemi në galeri nuk mund t'i shohim më pas ata që janë brenda, por as ata brenda nuk mund na shohin në jashtë, pra është një metodë automatike që sapo trupi gjykues mbyll seancën, menjëherë lëshohet ajo perde, ndërkohë që gjatë asaj periudhe pra kanë qenë këto simbolika me të cilat ish-kryetar të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës apo posaçërisht edhe Recep Selimi i ka përshëndetur të pranishmit të cilët kanë qenë në sallë. Faleminderit.